Ka filluar të nderuar seanca konstituive të legjislaturës 9. Kam nderin dhe kënaqësinë që mbështetur në nenin 9.1 të rregullores së Kuvendit të Republikës së Kosovës, unë Avni Dehari, në cilësinë e deputetit më të vjetër për nga mosha në legjislaturën e 9, të kryesoj seancën konstituive të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të dalë nga zgjedhjet e rregullta për Kuvendin e Republikës së Kosovës, të mbajtura me 9 shkurt 2025 deri në zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Në kryesimin e seancës do të më ndihmoj deputetja më e re nga mosha, zonja Sala Jashari. Me këtë rast, më lejoni që në fillim t'ju dëshiroj mirëseardhje dhe punë të mbarë të gjithë deputetëve dhe deputetëve të legjislaturës 9 të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Njëkohësisht, kam kënaqësi të veçantë që të përshëndes dhe të dëshiroj mirëseardhje mysafirëve të nderuar. Zëvendës ambasadorit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Ralan Hill. Shefi të zyrës së BE-s në Kosovë, përfaqësuesi i posaçëm i BE-s, ambasadorit Ivo Orav. Ambasadorët e vendeve mike të akredituar në Prishtinë dhe të gjithë të ftuarve të tjerë të pranishëm në këtë seancë konstituive, si dhe mediave që po e përcjellin këtë seancë. Të nderuara